Bashkia e Himarës nderoi dhe vlerësoi shumë personalitete në prag të festave të fundvitit. Përveç nxënësve ekselent në Himara Excellence Award, u vlerësuan edhe grupe të famshme polifonike të Pilurit dhe Himarës. Vlerësimet janë dhënë nga vetë kryetari i bashkisë, Vangjel Tavo. Kjo shkon për krenarin e bashkisë, krenarin e Himarës, asamblit folklorik Bejke Bardh Pilur. Një super duar trokitje për artistët tanë. Ndërkohë japim dhe certifikatat. Pajsa, certifikatat. Krenari e veçantë e Himarës, grupi karakteristik polifonik i Himarës, do kisha shumë dëshirë që t'ia dorëzoja grupit këtë titull, por gjithsesi urime, ata janë gjithmonë krenaria jonë dhe na bëjnë krenar kudo, jo vetëm në Himar, me zërin e tyre, me kontributin e tyre në të gjithë vendin, por dhe përtej kufive të Shqipërisë. Pra, grupit polifonik karakteristik të Himarës. Por Himara krenohet edhe nga vajzat e volejbollit që bëjnë krenare qytetin për arritje dhe rezultatet e larta që kanë arritur në këtë sport. I jepet ekipit volejbollit për femrat të shkollës mesme Spiro Gjiknuri, që ka qenë kampione e gjitha shkollave të mesme të Republikës në volejboll, na kanë bërë krenar dhe neve si bashki në fakt na kanë nxitur, na kanë motivuar që t'u kthejmë këtë nder që i kanë bërë Himarës dhe që po i bëjnë, duke ndërtuar posaçërisht për këtë ekip volejbolli dhe për ekipet tjera në të ardhmen pallatin e ri të sportit në Himar. Ja japim kapitenes e ekipit, qëndroni vajza këtu, një super duar trokitje dhe një falënderim me minjoje dhe vlerësohet me çmimin Golden Volleyball Player Excellence Award. Athina Andoni. Asistentja jonë, Athina, s'kena për ty. Faleminderit. Golden Volleyball Player Excellence Award, Nishifor Konomi. Nëse s'është e marrin shoqet në rastin që mungon. Faleminderit. Natyrisht Ornela Beleri. Kristina Prifti. Artistja e famshme shqiptare Besa Kokdhima ishte një tjetër surprizë e këtij aktiviteti, por një surprizë edhe për vetë këngëtaren ishte vlerësimi që i bëri Bashkia e Himarës, qyteti të saj. Kryebashkiaku Vangjel Tavo u ngjit në sken me vajzën e tij Anastasia për të nderuar këngëtaren e njohur. Një super duar trokitje kërkoj tani për të mrekullueshmen Besa Kokdhima. Po, s'kishte si të ndodhte ndryshe, s'kishte se si ne mos të vlerësonim këngëtaren e minjohur me origjinë nga Himara, pjesën tonë Besa Kokdhima. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit që erdhët. E di që ju Shumë faleminderit, më emocionuat shumë. Por shumë faleminderit. Minjoje. Jo, me shumë kënaqësi dhe t'ju them të drejtën, është hera e parë që më bën një vlerësim pa konkuruar diku. Kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangjel Tavo, theksoi se ky aktivitet do të kthehet tashmë në traditë. Po, është një aktivitet që organizohet për herë të parë, por siç e theksova dhe në fjalën time, është një aktivitet që do të kthehet në traditë për Himarën, do festohet, do organizohet çdo vit do të nderojmë me çmime figurat të shquara të himariote, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite për në fushat ndryshme, në arsim, në shkencë, në kulturë, në sport, në art. Pra, dhe sidomos do vazhdojmë të vlerësojmë nxënësit ekselent të Himarës, të cilët janë krenaria e Himarës dhe himariotëve dhe jam i bindur që do vazhdojnë ta bëjnë krenare Himarën në të ardhmen, pra janë e ardhmja e Himarës dhe padyshim që ata do të jenë gjithmonë në fokus të Bashkisë së Himarës. Shumë krenari Himara. Himara, sot ne bëm, do të përzgjodhëm një pjesë shumë të vogël
të gjitha atyre personaliteteve që Himara ka nxjerrë ndër vitet dhe që kanë bërë histori, që kanë ngritur lart emrin e Himarës. Do të vazhdojmë, sikurse e thash, çdo vit të bëjmë të njëjtën gjë, pasi Himara ka aq shumë figura sa që do të duhen shumë e shumë vite që të nderojmë pjesën që ka shkuar pa le, që çdo vit Himara nxjerr dhe do të nxjerrë figura të reja të shquara. Besa Kokdhima tha se vlerësimi nga Bashkia e Himarës ishte shumë i bukur dhe kishte një simbolik shumë të rëndësishme dhe të veçantë. Po, ishte jo as pak në fakt. Ishte vetëm vlerësim që ka marrë në jetë pa u ndeshur ndonjëherë, pa garuar ndonjëherë, dhe ishte një emocion shumë i bukur për mua dhe vërtet kishte një simbolik të fortë përderisa vinte nga Himara, nga origjina ime, dhe jam shumë falenderuese për të vlerësim dhe të nderim. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ju kishim këtu. Pasi s'pari mbani në shtëpi këto vlerësime, por këto vlerësimet që vinë nga garat, në fakt unë nuk e di për çfarë arsye, më duket pak pretencioze t'i mbaj, më duket pak sikur jetoj me të kaluarën dhe jam gjithmonë njeriu që dua të jetoj, dua që mos t'i kujtoj vetes shiko se kem bërë të dua thjesht të kem gjithmonë dëshirën për të bërë gjëra të reja, por kjo është lloj tjetër gjëje dhe këto ta mbaj në shtëpi. Ta mbaj në hallin tim. Faleminderit. Edicioni i parë i Himara Excellence Award u mbyll me sukses duke dhuruar emocione të mëdha dhe shumë krenari për Himarën e bukur dhe bujare.